Jemi këtu në këtë vend shumë interesant. Ti nga je? Unë mamën e kam për Shkodrës, babi për Virginit, po jem le rritë në Amerikë. Le rritë në Amerikë, çfarë vjen në Amerikë? Jetoj në Connecticut, është offer New York. New York. Je studente apo ke mbaruar? Jam tu e kam kryer universitetin, i thash jam të punu në New York për një avokat, edhe kam qit me kanë një avokat. Punon për avokate. Tani të shoh që ke rujt gjuhën shqipe. Se ti ke lind në Amerikë. Se shoh shumë shqiptarë që kanë lind jashtë, por nuk flasin shqip. Dhe po që unë me thënë drejtën desha të bëj një fotografi me ty dhe thash ta bëj me këtë amerikanin që ta marr mirë me Trump. Ku më thana shqiptare kjo? 100% shqiptare jam. 100% shqiptare. Edhe e kam mama jam e baba jam kanë dashur me moj traditën shqiptare, për shto kam mësuar gjuhën shqipe, mos më harro, se është shumë e rëndësishme për diasporën shqiptare, mos më harro vendin ku jena ardhur dhe traditat tonë. Tani tu vjen për herë të parë. Ashtë herë parë në Puk, po për gjithën vjetë këto në Shqipni. Për çdo vit vjen në Shqipni. Po, se gjyqja jame alo jetën në Shkodër, edhe doja jam. Shumë rregullisht. Ndërkohë tani tu vjen mes pyjeve të Pukës. Po. Pra që është hera parë. Ç'a të pëlqeu sot tu, domethënë, ç'a është e gjatë që ti tani, sepse ti ke pa Gratacela, ke pa breakdate të famshme, ke pa gjithandej. Dhe tu vjen në një mal. Po i mal pak më ndryshe, pushimorja, fotosinteza, ç'a të pëlqeu sot tu? Gjithçka është i vend bukur, gjithçka është pastër, pa jam shumë krenare për tonë këta vajzat për gjithë kënd në për botë, me pa sa bukur e kena Shqipnien, sa bukur e kena traditat tonë, kultura jonë. Edhe më pëlqen shumë se kam një për dojës tem, se Puka është i vend shumë e bukur, se kanë mojtë kulturën shumë mirë, edhe kanë traditat shumë forte. Jam shumë krenare se tonë këta vajzat kanë mundësi me pa sa bukur është Shqipnia. Sa bukur Shqipnia. Pe dy vajza të veshura me kostum tradite? Po, i kam pa. Njëra ishte me veshjet Mirditës, dhe gjupi i famshëm i Mirditës, domethënë nga veshjet më të mira të globit. Dhe tjetra ishte me veshjen e Pukës, sepse kemi Puk Mirditu, në të vendin që jemi këtu. Edhe atë pëlqej veshja, atë pëlqen veshja e traditës. Shumë, kur kam kanë vogël, unë kam kanë të kësy për shembull shqiptare. Po. Edhe ashtu kam vesh për kostumin e Shkodrës. Kostumin e Shkodrës e ke vesh. Dhe të ka pëlqyer, edhe këto kostume të tjera që. Tani të them një detaj. Në Miss Univers 2012, përfaqësuese e Shqipërisë ka qenë ajo që fitoi Miss Albania Univers, Adrola Dushi. Ke dëgjuar për Adrolën? Po, e di. Okej, dhe Adrola ka sfiluar edhe në Las Vegas. Dhe pos tjerave një puntat ka sfiluar me veshjen e Mirditës, që është cilësuar një nga veshjet më të mira të globit. Janë veshjet shumë të bukur. Okej, dhe pranë ti po më pëlqen vërtet shumë që një shqiptare e lindur në Amerikë rikthehet në rrënjën e nënës, në rrënjën e gjyshës. Faleminderit shumë. Tore shumë suksese. Kalofshi sa më bukur, e t'jeni shumë të kënaqur me Shqipërinë e Veriut, me Shqipërinë e Mesme, Shqipërinë e Jugut. Shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur se këta vajzat në për tonë botën janë të ardhur me pa sa bukur është Shqipnia. Edhe jam amerikane nga lindje, pa jam shqiptare nga zemra. Bravo, Samantha, nuk e harroj këtë intervistë. Kam 30 vjet gazetar, nga më të bukurat që kam bërë deri tani, me një personazh shumë interesant si puna jote. Faleminderit shumë. Samantha, shkëlqyer fare. Se jam të folur me ty, jena të ku. Bravo.